Kam shumë me idenë që kanë qenë vetëdijshëm, por për shkak korrupsionit ndoshta. Nuk mund ta them këtë, nuk kanë qenë vetëdijshëm që ka pasur salmonel. Një procedurë e tillë bëhet rregullisht nga viti 2020 e mbrapa, sepse nga 2015 a 2020 kishte një urdhër të ministrit Panaritit asaj kohe, që në fakt ai ishte penalizues për subjektet, por sigurisht rriste masat e sigurisë ushqimore, që çdo ngarkesë që vinte me mish nga Brazili, çdo ngarkesë pa përjashtim, analizohej, mbahej kontejneri në port dhe nëse rezultonte me salmonela apo probleme të tjera kthehej mbrapsht në origjinë. Kjo u shfuqizua në 2020-ën, pra ky urdhër, sepse në fakt ishte penalizues për kompanitë. Ka pasur sigurinë se vonohet 2 ditë më shumë, por je i sigurt. Ka pasur siguri, po jo, e para nuk vonohet 2 ditë më shumë. Një analizë e tillë do të deri 5 deri në 10 ditë, kjo është salmonelës fundit, por kishte një problem sepse duke qenë se salmonelat rezultojnë shpesh në produkte mishi, pra pul dhe derr, shumë ngarkesa po ktheheshin mbrapsht ose më saktë shumica në vendin e origjinës dhe kryesisht Brazil. Saqë erdhi një moment që kompanitë eksportuese, kompanitë e prodhimit mishit dhe stabilimentet në atë panairin e madh të Kölnit në Gjermani filluan duke refuzuar Shqipërinë për të dhënë mish, me idenë që ju na ktheni çdo ngarkesë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian mishin që shkon për punim termik, pra për të kthyer në sallame të tjera, nuk salmonelat kryesore përveç këtyre dyave që unë përmenda më herët, nuk i konsideron risk për konsumatorin nëse shkojnë në industri. Pra mishi le të jetë me një salmonellë SPP, nëse bëhet sallam nuk ka asnjë problem për konsumatorin dhe nuk rezulton në produkt final. Gjithsesi, u shfuqizua ky urdhër dhe që në atë kohë veprohet në mënyrë tillë, pra që 2020 ka qenë edhe para urdhrit Panaritit, po kështu para 2015-s, që kontrollet bëheshin mbi bazë risku, në bazë planit vjetor që bën Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për pikat e inspektimit kufitar dhe produktet e importit. Pra, ishte në fakt që ndodh në gjithë botën, sepse stabilimentet janë të miratuar nga Bashkimi Evropian, stabilimentet edhe nga importon Shqipëria mish, edhe në Brazil janë të importuara, të miratuar nga Bashkimi Evropian, edhe rasti konkret është një stabiliment i miratuar nga BE-ja, ka certifikimet ISO, ka HACCP-in, ka gjithë rrjetin pra gjurmëshmërinë dhe dokumentacionin që i plotëson standardet. Fati i keq i gjithë palëve për të ndodhur kjo. Ka shanse që sasia që do të tërhiqet të përfundojë si puna e mandarinave, që të rikthehen edhe një herë apo? Jo, nuk ka shanse për disa arsye. Pari tashmë kemi një lajm që është masiv që nuk mund të shmanget asnjë palë. E dyta, u fol shumë për futjen sallame tjera. E para, kjo nuk ka ndodhur. Nuk është futur absolutisht në sallam, kjo është e sigurt edhe nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe nga gjurmëshmëria që është bërë gjithë shpërndarjes së produktit dhe edhe nga vetë kompania, por ka edhe diçka. Në rastin kur kompania e di që ka një problematik kaq të madhe me këtë mish, pra sepse Tifomorium salmonella është me rrezik të lartë, ajo zhduket vetëm mbi 75 gradë në minimumi 3 minuta, sallamet nuk shkojnë në 75 gradë, 70 apo 72 gradë. Pra aty të rezulton produkt final dhe e dyta kontaminon të gjithë linjën e prodhimit. Janë linja që kanë kushtuar miliona euro dhe ty të kontaminon gjithë prodhimin tjetër. Për një sasi që në total ishte 7.980 kg, ti nuk mund të hedhësh në erë një prodhim masiv dhe një fabrikë të tërë, sepse edhe vlera nuk është aq e madhe sa për thënë është një humbje shumë e madhe. Kështu që nuk besoj se ka shanse, përveç kësaj sasie, sepse duhet saktuar diçka. Kontejneri ka 27 ton mish, ai që u importua. Kishte brenda 4 lote dhe është marrë analizë vetëm për një lot atë ditë. Pra gjithë kjo që po themi ka lidhje vetëm me një lot për afro 8 ton që e përmenda shifrën. Pjesa tjetër ka qenë bllokuar, kishte filluar shpërndarja edhe pjesës tjetër sigurisht, por është bllokuar që në momentin kur ka dalë analiza e të parë, lotit të parë dhe një pjesë e vogël e shitur është kthyer mbrapsht, por ndërkohë janë marrë mostra edhe për tu analizuar edhe kjo pjesë. Pra 3 lote tjera, sepse ligji për ushqimin pak neni 11.4 thotë që nëse një produkt i kontaminuar ka qëndruar në të njëjtat ambiente tjera me sasi tjera të pa kontaminuara të pastra,
mund të ketë kontaminuar dhe lind detyra për të marrë mostra dhe për t'i analizuar. Pra nuk besoj se kjo mund të dalë në treg edhe për shkak të kësaj situate kaq të madhe që sa u bë, për të bërë sallam absolutisht jo, sepse tash mbi gjitha ty shkatron një fabrikë të tërë ta kontaminon gjithën. Dhe e dyta është një sasi e vogël, saqë një kompani të madhe nuk ka si leverdia dhe t'ja falësh ta fusin në lidh prodhimi. Granit, e diçka të fundit kam. Në 10 ushqime, sa janë të sigurta që mund t'i konsumojmë pa merak? Pra sa është përqindja e ushqimeve të sigurta? Medalja në gjitha rastet ka dy anë dhe mund të themi edhe 10 të sigurta edhe 10 pa sigurta. Nuk mund të thuash asnjë rast sepse në çdo situatë ty të ndryshon, pra në çdo rast ndryshon situata. Nëse flasim për fruta perime, në periudha ndryshme ti mund të marrësh 10 mostra të dalin të pastra, në një periudhë tjetër mund të marrësh 10 të tjera dhe të dalin me pesticide binormat apo me pesticide të lejuara. Po kështu edhe me mishin, me importin, po themi të pulës. Mund të marrësh 10 mostra të rezultojnë të pastra, mund të marrësh 10 mostra të rezultojnë me salmonellë. Kështu rast pas rasti nuk mund të thuash që janë në X sasi është e sigurt që kaq janë të kontaminuara dhe kaq pastra. Pra rast pas rasti gjykohet dhe vlerësohet, por mbi gjitha mbi bazën e analizave. Granit, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju.